50 vjet pas përfundimit, ish maturantët e vitit 1976 të gjimnazit Jordan Misja u rikthyen në ambientet e shkollës për të festuar jubileun e maturës së tyre. Takimi u shoqërua me emocione, përqafime dhe kujtime të shumta, ndërsa u ritakuan pas 10 vitesh. 50 vjet janë një jetë, edhe gjithsesi prej nesh ruan ata kujtimet, po jo se ruan gjitha. Në momentin që na bën ata në bashkë, i kompensojmë ata që më mendon, ata që më tjetër edhe krijohet ai rrethi. Kena pas Fred Borshin, futbollistin e njohur në Vllaznis, të cilët kena shku grup, me shku me pa të luajtë Tiranë, dhe ishte atë me shku me bicikleta deri në Laç. Momente prekse përjetuan edhe ish mësuesit, të cilët u shprehen të lumtur që panë sërish në nxënësit e tyre. Ish nxënësit e mi që sot kanë 50 vjet matur, janë 10 vjet më të rinj se unë. Dhe sinqerisht një kënaqësi unë i njoft atan. Të gjithë pa përjashtim. Kjo më gëzon sepse me pas memorje 78 vjeçë nuk ka pak. Shumë emocione, shumë mall, edhe kujtime të bukura për mua. I thonë 50 vjet, a gjysmë shekull. Kam kalu disa matura, në thënë drejtën, po kanë shkollën mirë, na jena përpjek, po dhe nxënësat kanë qenë mirë fakt. Takimi vijoi në një atmosferë miqësore, ku ndan kujtime nga vitet e gjimnazit, u risolli në vëmendje ngjarje të veçanta të asaj kohe dhe u ndërua me respekt kujtimi atyre që nuk jetojnë më.